Mirë në studion e hapur nderuar teleshikues. Ky ishte profili në 60 sekonda e Agron Shehej. Tani do ta pyesim se cili është ai në 60 minuta. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që erdhët. Edhe pse me disa minuta vonesë në fakt. Kërkoj ndjes. Mbraponi shumë besoj këto kohë. Gjithmonë. Gjithmonë. Sidomos të kohë, por në përgjithësi u mbrapoj. Okej. Le ta fillojmë bisedën pa vrapuar. Kemi 60 minuta kohë. Zoti Shehej, falenderoj shumë që i vrapuar për të ardhur në studion e hapur. Di që në orën 7 rreth orës 19 jeni nisur nga Vlora pikërisht për të ardhur në këtë studio, ndaj ju falenderoj. Do ta filloj bisedën tonë me një foto. Një foto në fakt që ka bërë xhiron e gazetave italiane shumë vite më parë. Po ja e shohim të dy bashkë këtu. Një foto që ju tregon juve fëmijë, nuk e di, keni qenë në mos gaboj 13 vjeç, apo jo. Çfarë është për ju kjo foto? Çfarë është? Është pjesë e jetës time. Është një fillim. Ai ka qenë vërtet fillimi. Ai ishte fillimi. Liria, mundësia për të punuar, është liria, është ama një foto ka të bëjë me lirinë. Është fotoja që gazetet italiane kanë marrë dhe kanë, ndërkohë që ju po linit Shqipërinë, kishit ardhur në Shqipëri, në Itali me njerë pasi kishit ikur nga Shqipëria me anije etj. Këtu fillon rrugtimi juaj jashtë Shqipërisë, sa po kishit lënë Shqipërinë. Pra ky moment është momenti i lirisë. Ky është momenti i lirisë, ky është momenti ku kjo foto është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme se më thot vazhdimisht që unë këtë liri nuk duhet ta harxoj kot. Nuk duhet ta përdor, duhet të merrem, duhet të punoj, duhet të merrem me biznes, duhet të merrem edhe me politikë nëse është e nevojshme, nëse shikoj të nevojshme dhe të arsyeshme. Kështu që duhet kohën time ta mbush këtë lirinë që kam, ta mbush me gjëra. Më thon vazhdimisht një gjë që sidomos tani kohët e fundit më thon po ti studesh, pse u fute, pse? Dhe kam vrarë mendjen pse. Unë mendoj që çfarë duhet të bëj, se ideja thonë që ti ishe në rregull, që mundësitë ekonomike, e kisha parashikuar këtë pyetje, po le të hym. Po e parapris. Çfarë duhet të bëj atëherë në rregull? I kam gjitha gjërat në rregull. Biznesi për fat të mirë, ecën mirë, nga ana ekonomike nuk kam probleme, më shumë mirë mund të jetoj në çdo vend të botës. Çfarë duhet të bëj? Duhet të pres vdekjen, unë tani të pres se arrita çdo gjë tani çfarë të pres, të rinë Maldive apo në Miami apo të bëj pushime nga ndër. Vazhdosh bizneset e tua? I bëra bizneset, edhe kjo është pjesë, është një gjë që mua më apasionon. Është një gjë që më jep energji, më apasionon, ka synim më të madh se sa të bësh diçka që të bësh diçka për vete, ose më bide për vete, në kuptimin e bëj për vete, sepse interesi im i vetëm në këtë gjë që po bëj, është që unë një ditë të kem mundësi të krenohem për çfarë kam ndërmend të bëj. Nuk po them që çfarë do bëj, për çfarë kam ndërmend të bëj sepse e kam akoma në mendje. Pra e shikoni si një sfidë, një tjetër sfidë. Absolutisht. Është vetëm një sfidë. E kuptoj. Do t'ju pyes në detaje për këtë gjë, po qëndrojmë ende tek ai momenti, tek momenti i lirisë ku ju 13 vjeçar ngrini dy gishtat lart, për të thënë nuk e di çfarë me ato dy gishta, po pyetja ime është një tjetër. Që atëherë ndoshta ato dy gishta po i ngrini sërish tani që po bëni fushat për Partinë Demokratike. Ky është simboli demokrat. Është domethënë se që unë që 13 vjeç ngria gishtat lart, aty kuptohet që unë ngria sepse ishte momenti kur gjithë ngrinin gishtat larte dhe ishte për të thënë fitore, për të thënë liri, për të thënë liri, ishte simboli i lirisë, dy gishtat larte ishin simboli i lirisë. Po është simbolike dhe ky rikthim me dy gishta tani në këtë fushat elektorale. Unë nuk e dija këtë fotografi, e kam nxjerrë vonë, para disa vitesh, le të themi. Edhe më ka bërë shumë përshtypje. U shkolluat që nga i moment, u shkolluat jashtë, u shkolluat në Itali, ku vajtët dhe emigruat me familjen tuaj, keni studiuar atje, jetuat po kështu atje, jashtë vendit për vite me radhë. Mendoni se po të kishit qëndruar atje, pra me mënyrën se si ju shkolluat etj. Agron Shehej në Shqipëri do kishte qenë ndryshe, pra një agron i shkolluar në Shqipëri, jetuar në Shqipëri etj. Absolutisht do kishte qenë ndryshe. Më mirë apo më keq? Do ishte më pak perëndimor, kjo është e sigurt. Më mirë apo më keq nuk e di, nuk di ta them. Sigurisht më pak perëndimor, me një vizion, ka shumë mundësi që me një vizion jo aq të hapur sa unë mendoj që kam. Unë kam një nga avantazhet që unë jetoj për ditë, është që unë kur jam jashtë shtetit, jam si një njeri prej jashtë shtetit, prej perëndimi, nuk e shikoj veten si dikush që nuk është i atij vendit. Jo vetëm në Itali, po unë Itali ndihem sikur jam në vendin tim.
Po dhe kur vetën në vendet tjera të Europës, nuk për shembull dhe me biznesin që tani po veproj jo vetëm në Angli, po dhe në Francë, në Spanjë dhe në Gjermani. Janë vende që nuk më bëjnë përshtypje në kuptimin që nuk kam atë sikletin, dhe themi, si i vendit tuaj, që edhe sepse po zbuloj. Pra të ka dhënë një dimension kosmopolit, qytetari botës thjesht tani apo jo? Kërkoj, pse jo, absolutisht. Pyetja tjetër është si hyt në botën e biznesit dhe si arritët në pak kohë, le të themi të vërtetën, të delokalizoni një sektor të tërë në Itali, si ishte ai call centerve, krijuat probleme atje, le ta themi. Probleme që po mundohen të rekuperojnë tani me një ligj posaçëm etj, po flasim. Kur një qeveri mendohet për kujdeset për vendet e punës, për ekonominë e vendit vet, normale që merr masa që ajo gjë mos të ndodhi. Unë nuk mendoj se ato janë ligje të drejta, sepse në fundit ata po bllokojnë diçka, po bllokojnë, le të themi, importimin e parë nga ana e tyre, e importimit të shërbimeve nga Shqipëria. Po ekonomia ndërkombëtare këtë ka. Do blesh dhe do shesësh me vendet e huaja. Kështu që nuk është e drejtë, sepse Shqipëria e dim që është një vend i vogël, nuk ka atë forcën që ti të përballi Italinë. Po është do me thënë se dhe fakti që qyteti shqiptar nuk ka bërë asnjë gjë, është absolutisht asnjë gjë. E vetmja gjë që kanë bërë është kanë ngritur duar lart dhe thonë që ç'a të bëjmë, nëse shteti italian bën një ligj të tillë. Kupton? Totalisht jemi në dorë të fatit praktikisht. Tani unë nuk them që ti krijonte vendet e punës. Po të paktën ato që janë krijuar ti mbajnë. Ti mbronte, është qartë. Të paktën të mundohen. Kjo mund të jetë një nga nismat e para, që do merrni atëherë në sallën e parlamentit, e keni menduar këtë? Atëherë unë nuk dua të bëj gjëra që kanë nga cilat unë mund të kem një avantazh personal. Po sigurisht edhe pa u futur në politikë, programi i Bashës ishte edhe është ulje e taksave, është ekonomia, fokusi është totalisht ekonomia. Ulje e taksave është një nga këto arsyet, sepse do të kuptojmë diçka që vendet e punës nuk krijojnë edhe nuk mbyllen për një arsye, po krijojnë dhe mbyllen për një sër arsyesh. Kështu që po të ishe përqendruar mbi punësimin, ti ishe realisht të përqendruar mbi punësimin, bën disa gjëra. Nuk asnjë gjë nuk të sjell 300 vende pune si ka premtuar ish kryeministri ose kryeministri i tanishëm. I mbaron në shtator mandatin në fakt. Asnjë gjë nuk i krijon. Qeveria jam i bindur që qeveria nuk krijon vende pune. Nuk krijohen vendet e punës me dekret. Nuk rriten rrogat me dekret. Nuk luftohet papunësia, nuk sillet mirëqenia me dekret. Krijohen kushtet që biznesi të lullëzoj, që bizneset, më ka rastisur për shembull në Vlorë që tani normalisht që dalë dhe takoj njerëz, ishte një zotëri kishte një oficinë, më tha një gjë që më çuditi, e pyeta si ecën puna, ç'a bëhet? Tha ja mirë, tha punoj natën, më tha. Dhe u habita se punon natën, do thash mendoja ku diçka aktiviteti ka ky zotëria që punon natën. Ishte vetëm arsye më tha, jo punoj natën se ditën ma mbyllin. Kjo është Që do thotë? Që do thotë që kishte frikë se nga tatimorët apo ku e di, nuk e di për çfarë arsye. Dakor, më tha ditën ma mbyllin. E kuptoj. Pra të krijohen politika për të krijuar punësim. Kjo është ideja. Të krijohen politika, jo vetëm politika, se politika do thotë që të ndihmojnë ne tani, nuk ka nevojë shteti të bëjë as politika të mëdha. Do të bëjë gjëra shumë të thjeshta, të uli taksat, të ketë rregulla të qarta, të vlefshme për të gjithë, edhe thjesht biznesi lullëson vetë. Mendoj që unë jam i bindur që Shqipëria i ka të gjitha kushtet për krijuar, për të shkëlqyer, që biznesi këtu realisht të lullëzoj. Fundit e bëra unë pa ndihmën e askujt. Në fakt, qëndrojmë këtu, sa i vështirë ishte kthimi në Shqipëri dhe marrja me biznes në Shqipëri në momenti që u kthye? Ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë. Politika, kjo që po bëj tani të paktën, nuk e di se si do vej. Kjo që po bëj tani nuk ishte asgjë në krahasim. Në vështirësitë që unë kam patur, jo ditën e parë apo javën e parë, po vitet e para të punës. Cili është shqetësimi më i madh për ju? Shqetësimi më i madh ishte që mos kishe në atë moment, që mos kishe lekët për paguar rrogën të fundmuajit, që mos kishe që thjesht të dështoje, të falimentoje. Të dështoje, ky ishte shqetësimi më i madh. Probleme dhe të jepte infrastruktura e munguar ose jo? Tani, kur fillon një biznes, në përgjithësi kur fillon një biznes është shumë e vështirë. E din kush është biznesmen. Ato që krijojnë infrastruktura krijuar nga politika, nga shteti. Aty duhet dalë. Si thash, ka shumë vështirësi. Të krijosh një biznes edhe jashtë shtetit, nëse në Itali është fushë me lule, është e vështirë, sepse vetë puna e sipërmarrjes, kur krijon diçka nga hiçi, është shumë e vështirë. Është e vështirë të menaxhosh diçka që ekziston. Imagjino diçka që duhet të krijosh nga fillimi dhe nga hiçi. Vështirësitë pastaj kishte vështirësi të shumta, normale që po të ishte në Itali, unë nuk duhet
nuk do miknin dritat një ditë po një ditë jo, apo sistematikisht disa orë në ditë. Nuk do kisha frikën, mua më kujtohet vinte faturisti, edhe gjë e parë që bënte ulte dritat e të gjithë pallatit, edhe priste që të vinin nga lartë të gjithë bizneset apo banorët e të sillnin faturat që ka paguar ose ka paguar. Ai nuk shikonte kush ka paguar apo nuk ka paguar. Ai i fikte një herë dhe pastaj vente edhe priste punën tuaj. Dhe ishte punën tonë. Ai pastaj thoshte Në janar këtij vitin, mos gaboj, kur një gazetar i Korriere Pikit ju pyeti nëse politika ju intereson, ju i thatë jo faleminderit, pra as 6 muaj përpara. Çfarë ndryshoi, çfarë ndodhi? Ndryshoi që kryetari i opozitës Lulzim Basha më ftoi ndër një propozim, tha ky vend ka nevojë edhe për ty. Hajde ta bëjmë bashkë. Ky është vizioni im, dha një ide, një vizion, më tha je totalisht i lirë, nuk do të thuash çfarë them unë, mund të thuash çfarë ti mendon, sepse normale që ndanim një ide të përbashkët. Nuk është se ndryshova mendje me një herë, le të themi, është një gjë që e mendova gjatë. Sa takime u deshën? Nuk është se bëm shumë takime, edhe se këto kohë, siç e dini, kryetari Lulzim Basha ka qenë shumë i zënë. Le të themi që brenda vetes shpresoja që kur zgjatej shumë kohë nga një takim me tjetri, shpresoja që të kishte ndryruar mendje. Kishte ndryruar mendja ai? Kishte ndryruar. Pra po të ndoheshit, kjo ishte e vërteta? Absolutisht, normale. Derisa i thatë po. E kuptoj. Keni patur në një marrëdhënie me të majtët më parë si biznesmen, e kam fjalën, me Edi Ramon. Për shembull, nëse do ju kishte ftuar Edi Ramon, njësoj si Basha, do kishit pranuar? Jo, nuk do kisha pranuar. Pse jo? E nuk e them sepse s'më ka propozuar, atëherë është e lehtë të thuash që s'ka propozuar. Po sepse nuk është rastësi që unë jam në Partinë Demokratike, sepse kam një histori, gjyshim, ka luftuar, është një patriot që i përket anës djathtë. Kështu që nuk do të kisha bërë dot kurrë. Po keni marrëdhënie me të majtën, me Edi Ramon? Jo, persona të majtë, me Edi Ramon i vetëm takimi që ka patur është kur më ka dhënë çmimin si sipërmarrësi më i madh në Shqipëri, nëse kam gabim në 2013-ën. Është i vetmi takim që kemi patur. Po nuk besoj se tani besoj se e mban mend, po para se të kandidohesha nuk besoj se mban mend. Në fakt ju jeni i pari i listës së Vlorës për Partinë Demokratike në qytet, ku në fakt kandidon edhe vetë kryeministri, është i 6 i listës ti, shumë më poshtë listës nga pozicioni që keni juve sot. Pikërisht në foljen e kryeministrit, ju a bën kjo më të vështirë fushatën? Jo, në asnjë mënyrë. Nuk besoj, në asnjë mënyrë. Tani shiko, unë nuk e di se unë nuk kam eksperiencë politikë. Po keni përballë një kryeministër i cili ka çuar atje, le ta themi të vërtetën, shumë investime. Një investim strategjik lungomare. Shumë cilat janë shumë tjera, se shumë sistemi ujrave të zeza, sipas për sistemin ujrave të zeza? Po, sipas kryeministrit, po, vetëm javën e parë zhvilluam një intervistë në Vlorë dhe po, që është zgjidhur vetëm ka mbetur vetëm një segment. I pa zgjidhur? Ka zgjidhur për ujrave të zeza, këtë nuk e di. Se tani këtu futemi në gjëra që duhet vetëm t'i kontrollojmë. Kupton? Atë nuk e dim. Po tani që më the, unë t'jap fjalën që do ta verifikoj këtë gjë nëse e ka bërë apo s'e ka bërë, se në përgjithësi kërkoj të flas për gjëra konkrete. Do ta verifikoj dhe do them që s'e ka bërë, unë e uroj për atë që ka bërë edhe unë si çdo vlonjat jam mirënjohës. Po nuk e kam parë. Në përgjithësi edhe shoh sidomos me këtë qeveri, do patë shumë kujdes dhe i ftoj të gjithë. Të jenë shumë të kujdesshëm të verifikojnë gjërat që thuhen si të bëra, si të shkëlqyera, si të papara. Në shkuptim të jenë shumë kujdesshëm. Të jenë të kujdesshëm që mos gënjehen. Se ne flasim për një mos gënjehen, sepse këtu kemi një problem midis formës edhe përmbajtjes. Këtu është gjithçka formësh. Mua më duket se kemi kemi të filmin Truman Show, është një Truman Show, gjithë Shqipëria është në një Truman Show, ku janë të kujdesshëm njerëzit mos shohin të vërtetën, mos shohin njerëzit që kanë shtetit, mos shohin njerëzit që nga 2013 në 2015 vetëm kërkesat për pjesëmarrja në llotarinë amerikane ishte 130, janë fakte, nuk i shpikun, i nxjerr ambasada amerikane, ishte 130.000 në 2013, u bë 150, nëse kam gabim, pak a shumë gjë e tillë, në 2014 u bë 190.000, po thoj se 200.000 veta në 2016, 280.000 shqiptar që vendosën të iknin.
Nuk kupton, këto janë fakte. Ne po jetojmë... Forma është dhe përmbajtje, thot kryeministri. Ndryshet mos ishte kaq e rëndësishme, nuk do lashim, nuk do kryeshim, nuk do ishin të rregullt të tjerë. Është po kaq e rëndësishme, thot kryeministri. Unë mendoj që kjo për shembull më dallon shumë nga kryeministri. Unë jam një person jam edhe i formës, po jam i përmbajtjes. Forma është e vërtet që është edhe përmbajtje, po nuk do shpërdoruar në këtë mënyrë të merresh vetëm me formën, ose po thoj se vetëm me formën. Lungomare për juve është formë apo përmbajtje? Janë të dyja bashkë apo jo? Është sidomos formë, edhe Lungomare është sidomos formë, sepse për vetëm arsye që Lungomare, për cilin po flasim, është duke sigur kemi bërë jo Lungomare atë pjesën aty, por kemi bërë gjithë Bregdetin, nga Skela e deri në Sarandë. Në fakt kemi bërë një Lungomare. Një Lungomare që është një shititore, shumë e bukur, ose le të themi që askujt si intereson më pëlqen mua apo s'pëlqen mua. Nuk duhet të më pëlqej mua. Mua më pëlqej, mua mos pëlqej, po kjo s'ka rëndësi. E rëndësishme është që ajo ka kushtuar pothuajse 60 milionë euro. Ai Lungomare mund të bëjë me 10 milionë euro. Ato 50 milionë euro mund të venin në investime tjera, mund të bëjë një aeroport që të sillet turist. Kurthoni këto shifra, ju i keni studiuar, pra i keni studiuar apo thjesht po bëni një parafërsi tani, i keni studiuar që ajo mund të bëjë? Ajo mund të bëjë me 10 milionë euro bëjë një punë të shkëlqyer. Po aq të bukur. Tani çfarë do bëjmë? Do bëjmë diçka që i duhet qytetit apo bëjmë diçka që pastaj kryeministri të fitoj konkurset në përbot duke thënë kanë bërë një Lungomare të jashtëzakonshme, apo të ftoj miqtë e vet e thoni shko sa çamberkulli e kanë bërë. Duhet diçka, Vlora ka shumë probleme. Ka jashtëzakonisht shumë probleme, ka një papunësi të jashtëzakonshme. Ka jashtëzakonisht shumë probleme. Ujërat e zeza, Vlora, ju do të dini që unë kam një seli aty në Vlorë, kam pothuajse 200 punësuar. Ju e dini që mua më duket pabesueshme. Një ditë po shikoja që po bënim nuk ishte njëri në punë, mungon ditë normale. Mora të pyeta çfarë po ndodh në Vlorë, pse s'ka njëri në punë. Më thanë që po ka rënë shi. Si pas ka rënë shi, pse ka rënë shi dhe nuk vetë në punë në Vlorë nëse bie shi. Jo tha, po këtu ku bie shi, por mbytet Vlora. Po kupton? Është fenomen i njohur, po. Përmbytet janë të shpeshta në Vlorë, po. E kupton çfarë thot tani? Kjo për këtë po flasim. Po flasim për këtë. Lungomare është i bukur. Jo vetëm se ka Rama ka bërë këtë Lungomare, por Vlora ka një gjë që është jashtëzakonshëm. Është një bukuri e rrallë. Unë kam qenë në Kroaci, kam qenë në Greqi, në Itali, kam vizituar shumë. Ka vende shumë të bukura. Po gjiri i Vlorës është i rrallë, është shumë i bukur. Sazani, Karabruni, thjesht ajo e bën të jashtëzakonshëm atë vend. Nuk mund të ketë Vlora, turizmi në Vlorë, do të jetë burimi të ardhura për Vlorën. Turizmi në Vlorë funksionon nga gjysma e korrikut deri në datën 20 gusht. E pa imagjinueshme, është e pa imagjinueshme. Edhe për këtë nuk besoj se ka fajin të gjithë kryeministri. Jo, e kanë fajin unë. Unë si që kryeministër. Unë në momentin, kush e ka fajin? Politika ka fajin. Nuk thëjmë që ka gjithë fajin kryeministri. Nuk thëjmë që ka fajin kjo qeveri, vetëm kjo qeveri. E ka fajin politika në të 27 vjetë. Sigurisht, nuk është se erdi kryeministri dhe solli varfërin ekstreme. Kryeministri erdi, solli bëri disa premtime që do sillte mirëqenien edhe nuk e solli. Kjo është diferenca. Edhe po e mbyll. Unë mendoj që turizmi në Vlorë, dhe ky është premtimi im, le të themi, unë do mundojmë që e disa pak do duaj, ju imagjinoni, një aeroport, edhe aty, edhe nuk duam një aeroport, nuk ka nevojë Vlora për një aeroport madhështor, jo, ka nevojë për një aeroport më se normal. E dini sa kushton një aeroport? Sa mund të kushtoj? E ka premtuar kryeministri. E ka premtuar, po, me da bënte me... Tani po e premtoni edhe ju. Jo, nuk po premtoj, jo. Unë mund ta premtoj, nuk kam problem. Po them thjesht një aeroport. Do flasim në fund për premtimet tuaja. Okej. Jo, për aeroportin vazhdojmë, për tjerët po thoja. Po thosha, atëherë një aeroport kushton 15 milionë euro. Nga 10 deri në 15 milionë euro i bër në kosto, pa ndërmjetësime, pa si bëhet, kupton që nga 10-15 pa të gjitha. Edhe bëhet në 2 vjet. Po të thuash një privati, unë për shembull, po të kisha një biznes tjetër, kisha nevojë të bëja një aeroport, unë e bëj me 10 deri në 15 milionë euro, edhe bëj brenda 2 vjetësh. Po një gjë e tillë për ekonominë e Vlorës, do thotë që turizmi nuk fillon në gjysmën e korrikut e mbaron në datën 20 gusht, po fillon në maj e mbaron në shtator. Vlora është shumë konkurruese për sa i takon natyrës, se njerëzit duan gjë të tillë. Italianët kur vinë këtu, vinë këtu, janë kënaqen jashtëzakonisht shumë. Kënaqen jashtë mas, ti e di ke qenë jashtë shtetit. Unë nuk njoh një italian që ka ardhur në Shqipëri kam vetë pa kënaqur. Dakor? Kur ke hotelet që kushtojnë 10 euro, 15 euro nata. Dakor? Këto çmime nuk është se i gjen kaq kollaj në Vlorë, megjithatë ky është një diskutim tjetër. 20 euro.
Sigurisht, është gjysmë e asaj që kushton një shtetit? Për të njëjtën flas për të njëjtën cilësi, ose ai mund të krahasojmë për të njëjtën cilësi. Mase nuk është këtë hoteli që mund të vesh ti, apo që mund vete unë, kupton? Po tani njerëzit duan gjëra të thjeshta. Ka një hajt shumë mirë, restorantet në Vlorë janë shumë të mirë, peshku është shumë i mirë. Kupton, nuk ka arsye pse mos punoj kaq shumë. Vetëm arsye për cilën punon kaq pak në krahasim me Korfuzi, në krahasim pse mos ta krahasoj me Malnezi. Kemi qenë gjithë në Malnezi. Ja, unë mendoj që Vlora është shumë më e bukur se ta. Shumë, është merësisht më e bukur. Por të kalojmë në arsye publicitare, do vazhdojmë flasim me Agron Shehajn të parin në listën e kandidatëve demokrat në Vlorë. Rikthehemi studion e hapur, jemi live në Rotel Shikues me të parin e listës së kandidatëve demokrat për Vlorën. Kemi vendosur sot flasim për biznesmenët e listave. Pse ata i mëtojnë politikën, pse duan të futen politikë dhe cilat janë të mirat që i sjellin interesit publik. Na ndiqni live në faqen tonë të Facebookut Eni Vasili Studio e Hapur, sigurisht atë në faqen e Balkanojebit. Na shkruani në Eni Vasili Studio e Hapur nëse keni pyetje për kandidatin demokrat të Vlorës Agron Shehaj dhe do mund të përgjigjet këtu. Në fakt, ju keni një rubrikë të tillë edhe në faqen tuaj të Facebookut. Më duhet të komplimentoj për faqen, ishte shumë interesante, e bërë shumë mirë dhe kjo rubrikë ishte po kaq interesante. Përgjigjet e kandidatit, pra pyetjet që kandidatët u dërgojnë nëpërmjet Facebookut, ju përgjigjeni me video në një rubrikë të veçantë. Unë kam shkëputur vetëm një fragment. E ndjekim bashkë dhe komentojmë. E dashur Ledja, absolutisht po. Kjo është diferenca midis meje edhe të tjerëve. Unë e di shumë mirë se çfarë kanë bërë ministrat e mëparshëm. Ministrat e mëparshëm, midis interesit të tyre dhe interesit të qytetarëve, kanë zgjedhur gjithmonë interesin e tyre. Se po mos ishte kështu, nuk do kishim rezultate që kemi. Ja një shumë të thjeshtë. Unë e di shumë mirë se si bëhet, se kam qenë në ato, kam hyrë në ato dyre. Dhe si investitor dhe ishe qëlluar një investitor. Çfarë ndodh? Ndodh që ministri pret i pyet me shumë interes, me shumë kuriozitet, thotë çfarë do bëni, sa vendekune do krijoni, çfarë lloj biznesi është, gjitha gratë. Dhe pastaj si përfundon? Përfundon që ministri fillon i thotë ku do ta bëjnë, me kë do ta bëjnë, sa përqind do japin tej, sa përqind do japin Anderit. Edhe çfarë bën investitori radhës? I jep dorën, i falenderon shumë, ha një dreke, një darkë me këta politikanë tanë, edhe nuk duket më. Akuzë shumë e fortë për ministrat. Po nuk është akuzë, është një realitet, themi atë që është. Unë të sfidoj të gjesh dikë që nuk e mendon kështu. Që nuk është i sigurt që është kështu. Ju jeni përballur vetë? Jo, me një eksperiencë të tillë? Personalisht jo. E keni fjalën edhe për ministrat e djathtë, i fusni në këtë kategori dhe ministrat e djathtë? Shiko, unë mendoj... Basha ka qenë vetë ministër, për shembull. Absolutisht. Atëherë unë mendoj, unë flas në përgjithësi, kuptohet, nuk flas në me emrat veçantë. Me emrat veçantë. Po të mendoj që Lulzim Basha kishte qenë një ministër i tillë, nuk do të futesh afare kësaj gjëje. Kjo është e sigurt. Unë jam si përmarrës. Ju jeni gazetare, Lulzim Basha është politikan. Unë jam i vetëdijshëm, jam i sigurt që ju nuk jeni gazetare si shumë gazetarë tjerë. Ne dimë dhe gazeteria ka problemet e veta, dimë që ka gazetarë që janë totalisht jo korrekt ndaj publikut, kupton? Por kjo do të thotë që gjithë gazetarët janë jo korrekt ndaj publikut. Kështu që në një mënyrë edhe unë jam biznesmen, kushdo mund të më paragjykojë thotë biznesmenët nuk pagojnë rrogat, shfrytëzojnë njerëzit, nuk i respektojnë, bëjnë korrupsion, absolutisht, bëjnë korrupsion, bëjnë biznese me politikanët, kështu që ka dhe ashtu, po unë nuk jam kështu. Dhe sigurisht, kushdo shqiptar ka të drejtë kur thotë që pothuajse gjithë politikanët janë kështu. Më falë, politikanët, edhe biznesmenët, një pjesë e madhe e biznesmenët janë kështu. Nuk është se problemi i politikës, nuk është vetëm i politikës. Ky problem për cilin po flas është edhe i politikës, edhe është edhe një pjesë të madhe e shoqërisë. Ne kemi probleme gjithandej, është shumë e vërtet. Kemi edhe në arsim, edhe në shëndetësi, gjithandej ka probleme. Çështja është që politika është shumë e rëndësishme. Politika bën diferencën.
nuk mund të fillojmë ta bëjmë ndryshimin nga marrim rastin konkret për shembull, çka ka bërë qeveria për energjinë që mburret shumë, mblodhëm faturat e të gjitha. Nuk rregullohet duke shtypur qytetarin. Nuk duke bërë njerëz shembull, duke vënë gjoba prej 200.000 lekë apo 300.000 lekë, edhe duke ato shfaqjet që janë realisht, kur unë shikoj shfaqje, për shumë ndonjëherë më ndodh që shikoj në Facebook, policia që nxjerr jasje, kapëm ne korruptuesin e policisë modele që kemi tani, që do ta blej me 10.000 lekë apo 20.000 lekë, e shikon një qytetar të thjesht, që thjesht ç'a bën. Unë nuk do të justifikoj, në asnjë mënyrë do të justifikoj. Pa është një qytetar që ashtu është mësuar. E nuk fillon aty. Fillon lart, nuk fillon poshtë. Është shumë e lehtë të fusësh në burg dikë që nuk ka paguar energjinë elektrike apo dikë që pasi ndonjë një muaj se nuk kishte mundësi të pagonte energjinë elektrike, se duhet të dimë që ka njerëz që nuk kanë mundësi ta pagojnë energjinë elektrike. Çfarë do të ndjelin pa drita ne këta njerëz? Çka ka menduar qeveria për ta njerëz? Edhe kështu. Tha, do t'i marrim lekët e energjisë elektrike të gjithëve. Po për ta që nuk kanë mundësi të pagojnë energjinë elektrike. Ne e dimë që ka një pjesë të popullsisë që nuk mund ta pagojë energjinë elektrike. Fëmijët e këtyre që janë pa drita, nuk bëjnë dot detyrat ndark. Pse? Se kryeministri nuk ka dalluar midis kush mund të paguaj e kush nuk mund të paguaj. Njerëz ne dim, ka njerëz që kanë vajtur, kanë vdekur duke lidhur fijet e korrentit. Dakor? Nuk fillohet andaj. Fillohet nga lart. Kupton? Nuk është shumë e lehtë të arrestosh një qytetar të thjesht që nuk ka paguar dritat, apo që korrupton një polic me 10.000 lekë. Shumë e thjeshtë. Mos themi që është banale. Ishte një mundësi që ekzistonte. Edhe ata që kishin mundësi të paguani nuk paguani. Dakor. Jemi dakord për këtë. Po nuk mund të krenohen me videon që i bën një qytetari të thjesht, që thjesht është mësuar që e ndalonin edhe i meni 10.000 lekëshën, edhe ai nuk e di që kanë dëshuar gjë, 10.000 lekëshën e paguan. Alternativa juaj cila është? Alternativa ime është që të fillojmë nga lart. Unë mendoj që ministri do t'japi shembullin. Do të filloj aty që thosha, nuk e dija që do të transmetoj, nuk ishte bërë gati, ishte një gjë që ishte një përgjigje për një qytetar. Nuk keni konsultuar asnjë nga pyetjet e mia, kështu që garantoj. Kështu që po thosha, atë thjesht duke dhënë shembullin. Thjesht duke dhënë shembullin, duke të bëhet një politikan i mirë, ministri i mirë, e pretendoj pastaj qytetari të jetë i mirë. Është si një punë si babai me fëmijët. Kupton, ç'a kredibiliteti ka një babai që i thot fëmijës mos pi cigare kur pi 3 paketa në ditë? Ju thoni, nëse ju kanë gënjur, mos i votoni më, hiqini nga puna. Kush ka gënjur dhe për çfarë sipas jush? Për kë keni fjalën? Kjo është një lloj motoje, bashkë me faqen tuaj të Facebookut e përsërisin të ditë kohës. Absolutisht. Unë jam i mendimit që, të thash, që politika do të jetë si në perëndim. Dakor, në perëndim kur dikush vjen, bën një premtim, nuk e mban, zgjedhjet e pasardhëse nuk votojnë më. Kupton? Nuk duhet, një politikan nuk mund të mendojë të rinj 20 vjet në politikë. Edhe nëse ka shumë jashtë të rinj 20 vjet në politikë është i gabuar. Politika nuk mund të jetë, ky është mendimi im të paktën, nuk mund të jetë një profesion që o politik o rashevdisha. Ti jemi lidhur se ajo bën pastaj që njerëzit jenë të lidhur pas karrigës, edhe kanë vetëm ato synim, politik, tërë jetën. Politik. E kuptoj. Ju thoni unë jam kandidati për ekonominë. Çfarë doni të thoni me këtë? Pra, fakti që keni biznes të suksesshëm, do të thotë automatikisht ju do të jeni një politikan i suksesshëm. Shembujt në botë janë të shumët, por megjithatë bota nuk drejtohet vetëm nga biznesmenët, edhe nga politikanët. Përndryshe bota do ishte në duart e biznesmenëve apo jo. Nuk është automatike, apo ju besoni se është? Jo, absolutisht nuk është automatike. Absolutisht. Varet, është personi që bën diferencën. Çfarë është kandidati për ekonominë? Kur ju thoni unë jam kandidati për ekonominë, çfarë do të thotë? Kandidati për ekonominë do të thotë që unë di se çfarë duhet, mendoj të paktën se kam qenë pjesë, di se çfarë duhet për ta realizuar ekonominë që të zhvillohet. Unë mendoj që ne do të përqendrohemi, ne dëgjojmë edhe tani që për zgjedhjet, për shembull, po ta shikosh për çfarë flitet. Flitet gjë për rrogat, që duhet të rritë rrogat. Flitet gjë për që këta të rinj që janë pa punë, e kanë nevojë për një punë, duan të punësojnë, nuk duan të ikin jashtë shtetit, duhet të jetojnë këtu. Flitet ti ke dëgjuar në këto një muaj, se një muaj ka fushat elektorale. Unë nuk kam dëgjuar asnjëherë. Një nga fushatat më të çuditshme që unë kam dëgjuar që flitet për gjithçka tjetër. Për cilat unë po punoj, se unë kam shumë vite që bëj të profesion dhe ndjek fushatat. Flitet për gjithçka, vetëm për këtë gjë nuk flitet. Vetëm për rrogat, vetëm për biznes, për gjithë flitet për programet e partive. Jo, por nuk është vetëm çështja e programit, nuk flitet çështja e programit, edhe aty flitet për gjëra të tjera, nuk flitet për punën. Më kupton? Unë mendoj, nuk flas për biznesin, nuk flas vetëm për bizneset të mëdha. Unë mendoj që një parti politike ose një qeveri duhet të kujdeset për punën. Ju e dini mirë se mua, jashtë shtetit, nëse dikush mbyll një biznes e punon edhe pushon nga puna 50 veta,
delin gjitha gazetat. Merren gjithë politikanë, gjithë që thonë çka ka ndodhur, si ishte mundur, ç'a të bëjmë të, lëvizim atë, bëjmë tu. Këtu bëhet, mbyllen, hapen, as merret vesh. Unë mendoj për shembull, një gjë që duhet bërë, duhet krijohet një agjenci, dakor, që të kujdeset për punëdhënësit e mëdhenj për shembull, të bëj një pasqyrje të cilë situata në vend. Sa kemi gjitha për çdo qytet, edhe për industri, edhe nga 50 punonjës të lartë. Edhe kujdesesh, bën në mënyrë që të vinë të paktën një alert, që shiko këtu ka 50 veta ka një problem, këta 50 mund të bëjnë 20, mund të mbyllet fare. Ju e dini për shembull që asnjë nuk e di, në Vlorë kishte dhe ka akoma në Norikum, kishte një kantier naval, që kishte punësuar 200 veta. Unë e zbulova se me takimet në Norikum. Kishte punësuar 200 veta. Më thanë që nga 2013 këta 200 veta nuk janë më. Nuk kanë më të punësuar, kanë mbetur 10 rojet. Ka falimentuar? Po, jo nuk e ka mbyllur, nuk dihet. Ata bënin ishte një gjë shumë interesante. Unë isha dëgjuar në fakt, po e kisha harruar. Aty prodhonin anije luftarake me holandezët, gjë e tillë. Tani mund të gabojmë, se janë thjesht informacione që më kujtojnë. Tani çështja është, ajo është mbyllur. Askush nuk di asgjë. Askush nuk mban përgjegjësi. Askush nuk është kujdesur që ata 200 vende pune, që ata 200 veta që punojnë aty kanë mbetur pa punë. Më kupton? Për këtë po flasim. Ne nuk po flasim për një qeveri që duhet jetë e përqendruar mbi punën e njerëzve. Kjo e bën diferencën. Nuk bëhet me thes me miell, nuk bëhet. Nuk bëhet me të punësuar. Po ndodh tani ç'a nuk dëgjoj. Është në Selenic kam punësuar do të jetë një si punë një ndërmarrje shtetërore duket se është. Normalisht duket se ka 150 punësuar. E di sa janë bërë tani këtë muaj? 400. Se më thanë që teknika është kjo. I punësojnë tani, u marrin votat, atyre dhe familje tyre, edhe pas një muaj pushen nga puna prapë. Pra që përmbushet ai 300.000 vende pune, kjo është ideja? Jo për atë, jo. A, për të marrë thjesht votat? Në kombim të votës? Një blerje me një blerje e votës me një vend pune? Edhe me diçka tjetër. Edhe mua më sugjerojnë që për të marrë vota, që unë si përmarrës të punësoj njerëz vetëm për këtë periudhë. Më kupton? Realisht? Po. Kush e ka bërë këtë? Nejse, nuk po flas për kupton, është një gjë që nuk zgjidhet kështu. Kështu nuk zgjidhet. Kështu kjo mënyrë, kjo zgjidhje është që të vetë unë të bëj ministër apo të vej kundërshtari im të bëhet ministër. Dakor, nuk është zgjidhje. Këto që po flasim. Në fakt ju e shikoni veten ministër, jeni gati për shkakun për të bërë ministër? Mund të jeni mbas 25 qershorit një nga zgjedhurët e Bashës, ministër ekonomie e financash. A i flet ka shumë e superlativa për ju që unë nuk kam dyshime nëse do ndodh që Basha të fitoj zgjedhjet, ju t'jeni një prej tyre. E shikoni vetën e ministër, unë nuk e vënd dyshim që Basha të fitoj zgjedhjet. E para, nuk e vënd dyshim që Basha të fitoj zgjedhjet. Është drejta juaj. Unë nuk kam ndonjë aspetativë që them nuk është se as nuk shpresoj, as është një që do vlerësuar, ashtu si nuk dija që do besha kandidat për deputet. Po do ju pëlqente? Shikoni si një sfidë tjetër të jeni ministër i një qeverie, apo nuk keni hyrë në politikë për këtë, për postin e kam fjalën? Unë absolutisht nuk kam hyrë për postin. Po sigur e di që për të bërë diferencën duhet të punosh, duhet të kesh një rol, sigurisht duke qenë, po nuk është kjo që synoj. Nuk është absolutisht kjo synoj. Nëse është e nevojshme, do diskutohet, po nuk besoj, nuk kam një aspetativë të tillë. Çfarë u premtoni vlonjatëve? Sot po na ndjekin nga Vlora, ju takojnë në takimet tuaja, po keni mundësi të flisni kështu nëpërmjet transmetimit ton. Në pak rreshta, pse duhet t'u votojnë juve vlonjatët? Atëherë, vlonjatët kanë një mundësi, pavarësisht janë të djathtë, janë të majtë, kanë një mundësi që të votojnë, mendoj, jam pothuajse i bindur, edhe se mund të duket çik për një mendje madhe, po jam pothuajse i bindur që mund të votojmë për herë të parë të kenë një deputet që nuk do mendoj për interesat e veta, po do mendoj realisht për qytetin. Kjo është, unë për këtë jam i sigurt që nuk ka patur përpara. Kështu që nuk e di sa do më ndjekin në këtë gjë, unë shpresoj që ta bëjnë, sepse nëse dua të bëj ndryshim, sigurisht kam nevojë për vota. Se po të vete Luzim Basha më ka vënë aty se mendon se unë mund të sjell vota, kuptohet, mos jemi naiv.
e normali që ose do të bësh ndryshimin, që ose do të vesh në parlament, që ose do të bësh një ligj, që ose do të të ndikosh, duhet të kesh vota, se po s'bate vota normale që kështu funksionon politika. Që se s'ke vota thotë që nuk ke mbështetje, që askush nuk mbështet idetë e tua. Unë do doja që qytetarët e Vlorës të mbështesin idetë e mia, mos mbështesin mua. Mos thonë nuk duhet se duhet të më japin mua votat. Duhet të mbështesin idetë e mia, vizionin tim, mos shikojnë çfarë kam bërë unë, mos shikojnë premtimet e mia, edhe se unë në përgjithësi bëj pak premtime, ky është një problemi im si politikan mbi të cilën po punoj. Duhet të shikojnë çfarë kam bërë, shikoj çfarë kam bërë unë, edhe atë që unë dua të bëj. Edhe shikojnë nëse jam koherent. Ka koherencë midis çfarë them e çfarë kam bërë. Ju besojnë? Cila është garancia që jepni ju? E di pse ju pyes, a ju besojnë qytetarët që takoni? Sepse ka patur biznesmen të tjerë, kanë votuar politikën, kanë hyrë në politikë, kanë zënë vendin e deputetit, ndoshta ndonjëherë edhe ministrat, por në fakt eksperjenca ka qenë e tillë që kanë vënë pushtetin në shërbim të biznesit privat. Atëherë, të thosha që më besojnë, nuk do të thosha të vërtetën. Ose që kam një perceptim që më besojnë, nuk e di të vërtetën. Është një gjë nga pyetjet që bëj vetes vazhdimisht. Po pastaj them që unë do provoj, jam këtu për të riskuar, unë do të tregoj kush jam, çfarë kam bërë dhe çfarë dua të bëj. Pastaj secili prej tyre do ta vendosi. Që më besojnë në përgjithësi nuk më besojnë, nuk më besojnë se është normale, kupton? Kanë 27 vjet që gënjen. Kjo është politika për cilën flis unë. Politikanët për cilët flas. Kanë 27 vjet që kanë bërë vetëm interesat e tyre. Ose pothuajse vetëm interesat e tyre. Pothuajse të gjithë janë futur në politikë pa asgjë, edhe kanë dalë pasanik. Kanë dalë me makina, me vila, me biznese. Kupton? Nga të besoj, është normal që nuk më besojnë. Nuk më besojnë. Unë e shoh, u flas, unë dakoj, që politikan. Mirë. Se nuk normale që nuk më besojnë. Edhe nuk i thua dot gjë. Nuk besojnë. Atë që shoh më shumë, unë e shoh edhe te simpatizantët, për shembull. Ndodh simpatizantët që kanë një entuziazëm, një dëshirë të jashtëzakonshme, kanë punuar, kanë rrezikuar, njëra më tha që mua më shajnë, tha. Pra të këta, fëqinjë që kam këtu më shajnë. Më shajnë pse? Më shajnë për atë që kam bërë, që ishte përfshirë në... Ishte thjesht një antare, kupton? Sigurisht duke qenë... Ishte përfshirë në politik, sigurisht ka qenë komisionere në qendër votimit, jam raur, tha, për të ashtu, edhe ishte tmerësisht është gënjur, Nuk kam bërë asnjë gjë për mua, asnjë gjë. E shikon dhe më tregonte kishte plera aty. Këtu vin njerë që të qelë, asnjë gjë. Edhe prap, tha, unë prap nuk do të rëzojmë. Çfarë ju premtoni vlonjave? Unë do të insistoj te kjo. Ju thatë që nuk jeni fort të premtimet, po ka ndonjë gjë që deri tani në këto takimet derë më derë, rrugë më rrugë që keni qenë etj. E shikoni dhe e keni vënë në prioritetin tuaj që këtij qyteti nuk mund t'i mungojë kjo apo ajo? Shiko, unë kërkoj të premtoj gjërat që jam i sigurt ose pothuajse sigurt që do bëj. Kështu që prandaj thash, çfarë do bëj unë ndryshe nga të tjerë, do bëj atë që nuk jam këtu për interesin time, nuk do vihet. Kjo është 100% e sigurt. Sepse varet prej meje dhe unë e komandoj vetëm. Nëse më thonë, nëse më pyesin ta bësh ti rrugën bypassin e Vlorës për shembull, nuk jam aq i sigurt që të them, po unë do bëj bypassin e Vlorës, sepse duhet të shoh, nuk jam kryetari, nuk jam kryeminist i ardhshëm, po të isha kryeminist i ardhshëm, mund të thosha, shiko, unë do jem kryeminist i ardhshëm, e sigurt, nëse këtë them, këtë do ta bëj, them do ta bëj. Për gjërat që mund të flas, unë mendoj një gjë që dua të bëj dhe që për cilën premtoj, unë do të bëj një akademi digjitale. E kisha ndërmend ta bëja në Tiranë, edhe në Tiranë kam menduar ta bëj, po tani që kam menduar në Vlorë ta bëj në Vlorë, kam një interes, le të themi. Unë mendoj që ka nevojë, ka një oportunitet të jashtëzakonshëm, që është botror, nuk është vetëm i Shqipërisë, edhe oportuniteti që ndron në profesione të lidhura me information technology. Që thot nga persona që bëjnë software, që bëjnë reklama online, që bëjnë web marketing. Për këto profesione, ky është një terren shumë i virgjë, nuk ka nevojë të jashtëzakonshme dhe jashtë shtetit në këtë sektor. Unë mendoj që mund të organizoj kurse nëpërmjet një Digital Academy, le të themi, kurse që të flasin 2 muaj, 3 muaj, module të thjeshta që japin mundësinë këtyre të rinjve që të kenë një profesion të dinë të bëjnë diçka dhe pastaj mbi atë të ndërtojnë, ku edhe tregu për këto profile ka nevojë të jashtëzakonshme, jo vetëm tregu shqiptar, po tregu juaj sidomos.
tregu juaj që do të thotë jo vetëm të punojmë, që të punojnë, që të venë jashtë, nuk është të thënë që se do të venë jashtë, nuk është se unë nuk jam për të limituar askënd, por që mund të punojnë që nga këtu mund të punojnë edhe për tregun jashtëm. Këtë gjë unë e di që mund ta bëj, do ta bëj me forcat e mia. Të do ta bëni si biznesmen, jo si deputet i Vlorës, apo janë të dyja bashkë? Jo, nuk e bëj si biznesmen, jo është falas, nuk do kem syrin e fitimi, nuk do jetë me pagesë, do ta bëj falas. Thash, kisha ndërmend ta bëja, po të pyesësh kolegët e mi, është një gjë që unë po diskutoj, kam diskutuar edhe kur isha biznesmen, diskutoja edhe me organizmat që ndihmojnë, le të themi, këto lloj iniciativash. Kam prova për këtë, nuk është se shpika tani që futam politik. Po me që jam aty në Vlorë, duaj ta bëj në Vlorë. Ju dhoni kur isha biznesmen, do me thënë për para 20 ditësh? Kur isha, atër u shpreva keq. Po, para 20 ditësh, kur isha vetëm biznesmen. Jeni gati ta lini biznesin për politikën? Ju e dini që ligji ka kufizime, apo jo? Ligji nuk më kufizon që për të bërë deputet, unë nuk duhet le të themi të shes bizneset e mia. Nuk duhet përfitoni fonde publike, ka disa kufizime ligji, apo jo? Se kam bërë kur isha politikan. Nuk keni përfituar asnjëherë fonde publike? Po dhe nuk i kam kërkuar të në vërtetën. E do të ishte vërtetën në vërtetën. Dhe më kanë ofruar. Fonde publike? Po. Korruptive? Me ke përsysh si funksionon këtu? E kam. Për fat keq e kam parasysh. Po më kthe 50. Edhe nuk e keni pranuar? Jo. Asnjëherë? Asnjëherë. Pra biznesin do vazhdoni ta drejtoni vetë? Jo, unë nuk e drejtoj biznesin, jo, në asnjë mënyrë. Unë nuk e drejtoj, edhe aktualisht unë jam organizuar, se nuk menaxhohen disa kompani pa struktura, pa administrator, pa përgjegjës. Flasim për gjitha bashkë, punojmë më shumë se 3.000 veta, kështu që ka një organizim, nuk është i jashtëzakonshëm, le të themi, nuk është perfekt, po që funksionon, deri më sot ka funksionuar. Ka kohë që unë veproj në këtë mënyrë, se po mos kisha vepruar në këtë mënyrë, nuk do kisha patur mundësi të rritesha. Nuk keni frikë se duke u marrë me politikën 24 orë, 24 se dhe ajo do kohën e vetë, do të linim njanë në një farë mënyrë e bizneset? Jo, unë do ta lëm me njanë, le të themi që ka administrator, nuk shon ndonjë rrezik. Ka biznesmen të listave të deputetëve të mëparshëm që në fakt janë pasuruar duke u bërë politikan, po ka dhe nga ata që kanë dalë të shkënjyer. Ka dhe nga ata që thonë që kemi investuar shumë, kemi humbur shumë para në politik dhe nuk arritën të bëjnë asgjë, të pak nga objektivat e tyre. Keni frikë që mund të shkënjeni soi dhe ju? Atëherë, ata që shgënjejnë se kanë bërë shumë investime, s'kanë marrë gjë prapë, s'kanë marrë gjë, do thotë që investonin për t'i rimarrë ato lekë. Kështu që jo, thjesht kanë nga ta që thonë që kemi investuar edhe kaq, kemi thjesht humbur, pa arritur objektiva. Okej, dakord. Unë që kam frikë të shgënjem, po, kam frikë, normale. Për shgënjimi im do ishte që të futesha normale, gjithë ky mundim të vendet dëm, se nuk do që mos të arria të bëj asgjë, normale që kam të frikë. Por në çfarë lloji që bëj unë, dështimi është një nga mundësitë. Unë futem në politikë, ka mundësit ekonomike për të futur, dhe që unë normali që unë financoj fushatën time, bashkëpunëtorët e mi që më duen gjithë ato, Facebooku për shembull, ka investime, po janë gjëra që për fatë mirë unë mund të përballoj. Është një gjë e sigurt që unë nuk kam ndërmend që këto lekë që ka investuar ti marr prapë në asnjë lloj forme. Dakor, është një kontribut që jap. Unë jap një kontribut si person, që do thotë nga ana ekonomike se ka mundësinë edhe nga ana personale. Ju garantoj që me bizneset që ndjek edhe me çfarë rrezikoj, le të themi, unë më kushton më shumë koha që harxoj se sa investimi financiar. Se këtë koha ime, si mund ta mendoni, ka një vlerë. Sigurisht ka një kosto. Meqense juve jeni kandidati për ekonominë, po ju bëj një pyetje që ka të lidhje me programin e Partisë Demokratike. Cila është pika më e fortë sipas jush e programit të Partisë Demokratike? E kanë fjalën për ekonominë gjithmonë, po. Është ulja e taksave. Është ulja e taksave. E di se këtu janë bërë premtime kot, le të themi, që jo koherente. Në kuptimin që taksat janë një leva e parë që përdoret për të ndihmuar ekonominë, për të incentivuar ekonominë. Gjithë kudo. Po ule taksat, ngrihet punësimi. Po ngrihet taksat, bie punësimi. Kjo është një gjë automatike. Çdo ekonomist në botë
doja konfirmoj. Nuk është e vetmja gjë, nuk është e vetmja gjë, është një gjë që në përgjithësi ka efekt, po është një gjë është e sigurt. Nuk rritet punësimi, po ngritet taksat. Është pothuajse, është si të thuash, është e pamundur. Më kupton? E kuptoj. Këtu janë rritur taksat dhe janë premtuar rritjet punësimit. Prandaj ishte që në fillim ishte një gjë e pamundur që të realizojë. Se nuk kështu ndodh. Se çfarë do të thotë ulësh taksat? Ulësh taksat nuk është një gjë teorike. Premtimi i Partisë Demokratike që të bëj taksën flet 9% e kalon nga, keni pasur që kemi 15%, por nuk e kemi 15%, se kemi 2 herë 15%. Në biznes është 15% që mbi fitimin e kompanisë, edhe 15% pastaj kur shpërndajnë dividendët e aksionerët. Kështu që të dyja këto bashkë janë 27.5%. Kështu që kalon nga 27.5% në 9%. Unë jam i bindur që në këto kushte, patur parasysh që ekonomia do rritet si pasojë e uljes së taksës, në të njëjtat kushte, ta bësh 9% apo 15%, mbledh më shumë totale, me 9% se sa me 15%. Mund të duket absurde, po kështu është, sepse me 9%, në krahasim me 27 në vërtet, jo me 15, sepse me 27.5% njerëzit thonë, kanë incentivin, thonë, po e rrezikoj, mund t'ja vlej të rrezikoj që mos t'i paguaj, përveç se kesh gjithmonë opsionin ndarjes, kupton? Mbetet gjithmonë ai është gjithmonë me 9% nuk ka shumë pak edhe për ta ndarë, thotë çka po i paguaj këto lekë, 9%, kupton, është aq që ulët taksa. Edhe ato të gjithë janë të incentivuar. Ka investitorë të huaj për shembull, dhe sigurt që kanë kompani jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende tjera të botës, transferojnë të ardhurat këtu, që rrisin, jo në mënyrë fiktive, po gjithmonë brenda hapësirave që t'jep ligji, se ligji nuk është e prerë me thik, t'jep hapësira, kërkojnë të sjellin në Shqipëri fitimet që t'i taksojnë këtu, se i taksojnë me 9%. Më kupton në krahasim se t'i taksojnë në vende tjera të botës ku përgjindja shumë e lartë. Edhe po i mbyll. Taksat ulta do thot, realisht do thot, më shumë lek në xhepat e qytetarëve, edhe më pak lek në arkat e shtetit. Në arkat e shtetit do thot në disponibilitet të ministrit. Dakor? Sepse ne dim se çfarë bëjnë ta ministra pastaj këto qeveri me E thatë dhe në përgjigjen tuaj të Facebookut, po. Ishit shumë i qartë. Një nga gjërat që ishit drejt. Nëse doni ta përsërisni. Jo, nuk e përsërisni. Nëse janë në xhepat e qytetarëve, sidomos të sipërmarrësve, dhe përsëri sipërmarrësit nuk janë vetëm ata të mëdhenj, janë edhe kush ka një dyqan të vogël, kush ka një aktivitet të vogël. Nëse janë në xhepat e tyre, ata dinë të menaxhojnë më mirë, dinë të investojnë më mirë. Nëse kanë për të bërë, nuk e bëjnë lungomaren e tyre, ekuivalentin e lungomarës të tyre, nuk e bëjnë me 60 milion euro, e bëjnë me 10 milion euro. Nuk e bëjnë 4 vjetë. Çfarë mendon familja juaj për hyrjen politik? Mendojnë që ja futa kot. Mirë, më pëlqen sinqeriteti të paktën, u mendua gjatë, ta thonit apo jo. Kush e mendon kështu më shumë? Prindrit, bashkëshortja? Të gjithë. Të gjithë? Të gjithë. Tani bashkëshortja më shaj se në përgjithësim thotë që duhet jenë politikali korrekt, të them që familja më mbështet edhe po të kanë këshilluar që të mos futesh në politikë? Kanë frikë për zgënjimin tënd apo diçka tjetër? Kanë frikë, në përgjithësi kanë frikë, normale kanë frikë. Kanë frikë se kanë frikë nga politika. Okej, pyetja e fundit vjen nga një teleshikues, po zgjedh një nga pyetjet që ata kanë dërguar. Keni marrë shumë komplimenta në postimet tona në faqen tonë Facebookut, siç duket po ju ndjekin simpatizantët tuaj, ndoshta edhe jo vetëm. Atëherë pyetja është kjo, Ilir Metalia shkruan, thotë, natyrisht është mirë të kemi kandidatë të rinj të aftë në përvojë në fusha të ndryshme. Kam një pyetje për zotin Shehaj vetëm për në Vlorë. Qeveria e Rilindjes nuk tregon performancë të mirë për në Vlorë, është fjala pikërisht për këtë qytet. Si mendoni të thithni shumë të lëkundur për të votuar Partinë Demokratike, duke ditur se në Vlorë Partia Demokratike nuk ka ndonjë ngritje që nga viti 1997, mos është çështje mentaliteti? Sigurisht është çështje mentaliteti. Sfida është që njerëzit të vënë përtej partive. Unë për shembull unë nuk kërkoj, le të themi, mund të tingëlloj keq, po unë kërkoj të më votoj mua. Jo vetëm votat e së djatës, pra përtes majtës dhe djatës, përtes ngjyrave politike. Ky ka qenë në fakt përtes majtës dhe djatës një moto e hershme e Edi Ramës në një nga fushatat e tij. Po nuk ja doli shumë.
Nuk ja dolin ato. Këshillimi atë, i do të ndroj atë. Nëse unë kërkoj që të më votojnë mua. Të votojnë mua për çfarë kam bërë, e përsëris edhe një herë dhe jo për premtimet. Të shikojnë çfarë kam bërë. Edhe i ftoj edhe të pyesin edhe kundërshtarët e mi. Të shikojnë çfarë kam bërë kundërshtarët e mi para se të fillojnë politikë. Të pyesin edhe çfarë kam bërë pas politikë, se pas janë futur politikë. Nëse mund të jetë më interesante të pyesin çfarë kam bërë pas politikë, pas janë futur politikë. Agronëshia, ju uroj sukses në fushatën tuaj dhe në ditën e zgjedhjeve sigurisht. Aq më tepër në ambicien tuaj për të futur në politikë. Falenderoj shumë. Suksese për vazhdimin e fushatës tuaj. Ndërkaq në shikues do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rivim në studio, po live dhe do të njohim me një tjetër profil të një biznesi tjetër, biznesmeni tjetër që moton politikën. Na ndiqni pas spoteve publicitare sigurisht.